Pas denoncimeve të njëpasnjëshme të pamfleti lidhur me një rrjet të gjerë pastrimi parash të drejtuar nga vëllezërit Skënder dhe Qemal Dedja, specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare kanë nisur një hetim për këtë të fundit. Qemal Dedja është proceduar pasi ka vijuar punimet për ndërtimin e një pallati, ndërkohë që leja e ndërtimit ishte pezulluar. Gjithashtu, 57 vjeçari dyshohet se ka mashtruar qytetar duke falsifikuar nënshkrimet e tyre për të lidhur kontrata për blerje të apartamenteve në pallatin për cilin nuk ka një leje ndërtimi. Skem kjo e pastrimit të parave denoncuar më parë nga pamfleti. Nga investigimi i pamfleti u zbulua struktura me 12 kompani fiktive e Qemal Dedjas që furnizonte me para të zeza ndërtimet e vëllait Skënder Dedja. Pamfleti zbuloi se Skënder Dedja, i biri i Visjan, bashkëshortja Hajrie, vajza Brunilda dhe dhëndri gjerman Marcel Alexander Dyran përdornin biznesin e ndërtimit për të pastruar të ardhurat e 6 kompanive të tyre me lidhje mafioze në Shqipëri, Maqedoni, Itali, Gjermani dhe Rusi. Të dhënat zbuluan se financimi i kullave dhe pallateve nga Skënder Dedja nuk kryhet vetëm nga aktivitetet kriminale të vetë kompanive të tij, por edhe nga një rrjet me 12 kompani fiktive të krijuara nga i vëllai Qemal Dedja, një emër i njohur për financime ilegale në ndërtim dhe përfshirje në skenar vrasjesh. Kompanit Dea Marbejos, Materia Conspic Al, Materia Elite Stone, Olstron, Renewable Albania, Redon Cargo Service dhe të tjera përdoren për grumbullimin e fondeve të padeklaruara dhe financimin e ndërtimeve luksoze. Përveç milionave të grumbulluara brenda dhe jashtë Shqipërisë, jashtë sistemit bankar, ata kanë të ardhurat të padeklaruara që dyshohet se burojnë nga veprimtari të paligjshme, të realizuara përmes 3 kompanive të tyre, për të cilat nuk kanë dorëzuar bilance prej 15-20 vitesh. Këto kompani janë VBF Albania Transport International, Agjencia Turistike e Riviera dhe Agjencia e Punësimeve Ndërkombëtare Misia e Popujve. Në logon e këtyre subjekteve, Skënder dhe Visjan Dedja, së bashku me familjar dhe ortak ilegal brenda dhe jashtë Shqipërisë, janë skeduar për trafik droge, trafikim klandestinësh, transferim dhe transport ilegal vlerash monetare, si dhe për transport personash në kërkim me dokumente të falsifikuara dhe kontraband sendesh me vlerë. Raportet e SHISH, antikrimit dhe inteligjencës financiare ndër vite e identifikojnë këtë strukturë si rrjet kriminal që përdor ndërtimin për të legalizuar miliona nga burimet e errëta. Pavarësisht këtyre, Këshilli Kombëtar i Territorit me firmën e Edi Ramos ka miratuar ndërtimin e 2 kullave në aksin e rrugës së Kavajos, një zonë me vlerë rekord në tregun e pasurive të paluajtshme. Këto 2 kulla, me vlerë investimi 210 milion euro, do të ndërtohen nga kompania Glob 3X Group SHPK, me ortak Skënder dhe Visjan Dedja. Babe Bir, megjithse sipas të dhënave financiare, ata kanë vetëm rreth 3.5 milion euro kapital.